بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. Sot inshallah do të jetojmë në hijen e ajetit të 84 të surës Al-Qasas, ku Allah xhallahu thot ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim man jaa bil hasanati falahu khayrun minha. Kush vjen me të mirë, me të mira, me punë të mira, është fjala për ditën e gjykimit, thot ati ta kanë më mirë se sa ajo, se sa puna e mirë. Kush vjen me punë të mirë, i ta kanë edhe më mirë se sa që ka bëu mirë. Çka edhe më mirë? Sevapi. Që kanë komentuar dietar. Sevapi. Sevapi është më i mirë domethënë se sa vetë puna jote. Po edhe sevapi kur të merresh, sa ke bëu mirë, pensojna ke bëu mirë në sasi të caktuar. Sevapi sa e merr edhe më mirë se sa që ke punuar. Domethënë nuk shpërblesh vetë sa ke punuar, po Allah xhallahu me mëshirën e tij ta jap sevapin edhe shpërblimin edhe më shumë se sa që ke punuar. Për të mirën, domethënë me mirësinë e tij ta shton edhe më shumë. Po a thuash të njëjta edhe kur të bësh keq, tash më ta shtu edhe të keqe. Vazhdon ajeti edhe ku thot Allah xhallahu wa man jaa bis sayyati fala yujza alladhina amilu as-sayyiati illa bima kanu ya'malun. E kush bën punë të keqe, kush vjen me punë të keqe, thot nuk kanë mund të shku, nuk kanë mund të dënu ata të cilët kanë bërë punë këqija përveç se me ato që kanë punë. Domethënë, karshi punëve të këqija, Allah të llogarit ty edhe mu me drejtësi. Karshi punëve të mira, për punët e mira që i kena po, Allah xhallahu përveç drejtësisë na llogarit edhe me mirësi, na i shton edhe të mirat më shumë. Kjo domethënë me dy sene na llogarit Allah, edhe me drejtësi, edhe me mirësinë e tij, me mëshirën e tij. Mirë po, këto është edhe një përfitim që kanë nxjerrë një prej dietarëve, Sheikh Sadi Allahu mëshiroft, ku thotë se a pesheni që ajeti po thotë kush vjen me punë të mirë. S'po thotë vesh kush ka bërë punë të mirë. Po është kusht me shku në ditën e gjykimit me punë të mirë, se ti mundesh me bërë punën e mirë, po në ditën e gjykimit nuk shkon me punë të mirë. Pse? E ke bërë punën e mirë, po e ke shkatërruar gjatë udhës. E ke bërë punën e mirë, po tani për shembull je liftu, edhe ke hu. A je shku me punë të mirë atje? Jo të punën e mirë e bone, po dhe edhe koha me vdekë mund quë mërin gjallë, e hupe me lavdata, e ke hupe me syfatsi, e ke hupe me punë tjera. Qashtu ke edhe atje, kush vjen me punë të keqe, se nështë ke bo punë të keqe, po nuk shkon me to atje, pse penduesh, edhe shkon pa punë të keqe. Dhe me thonë, ju veç me bo, po edhe apo shkon me to. Punën e mirë që ke bo rruje, edhe shkon me to. Punën e keqe që ke bo, e ki rastin, më smeru, fshije, me pendime, me kërkim fali, edhe nuk shkon me to heci. Po edhe nëse shkon me të mirë, edhe me të këqija, Allah xhallahu për të mirët, për në llogarit ka me mirësinë e tij, me mëshirën e tij, e për të këqijat me drejtsinë e tij. Po çfarë është ky qëllimi i tregimit se Allah na llogarit kështu? Për me njëft në më mirë Allah. Allah nëse për në llogarit ka kështu, a nuk dohet me dasht, a nuk e meriton që Allah xhallahu me dasht sa më shumë? Na po dëgjojna shumë, që shumë shefa, shumë buësa, shumë drejtora, thuj që ka dush, jo që nuk pjallojnë ashta me dhonë ma shumë, po edhe në hak për him punëtorit. So ka punu, asë rrugën s'pja e, ose pja shty në rrugën, ose edhe kur pja e, nuk pja e për. Allah zëllë në hokun, a i kur të bëjsh mirë, vesh të ashtën ma shumë, dërso kur bëjsh kesh, beso, e ke meritu. Kjo pra është Allah xhallahu ta ndojna Allah xhallahu më shumë. Një herë të mundohem edhe na mu pajis me këto cilësi. Nëse dikush e bën një sakrificë për neve, të mundohem na me jakty me më të mirë. Po edhe nëse s'munesh me më të mirë, bini me të mirë ktheja. Bini boras ktheja. Nëse dikush na bën të keqe, nëse nuk mundum ja fal, kur të dënojna ose kur të reagojna karshiti, bili me drejtësi, bili me stihina në hajë. Pra kjo ajet, në mësën edhe qysh është Allah xhallahu, po në mësën edhe na qysh
Qysh me qenë, Allah që lëshonu na përmesur të gjendjen, tonë nga bëhë për atyre që gjithë mund marë mësime, si për këti ajetet, si për e Koranët për fjallë se Allah që lëshonu.